Këngëtarja e njohur zbulon se është diagnostikuar me sëmundjen e rëndë. Në një postim në Instagram, këngëtarja e famshme Jessie J ka zbuluar se është diagnostikuar me kancer të gjirit në fazat e hershme. Ylli 37 vjeçar zbuloi diagnozën ku deklaroi se po planifikonte të bënte një ndërhyrje kirurgjikale pas performancës së saj në një mini festival në stadiumin Wembley të Londrës më vonë këtë muaj. Këngëtarja tha se kohët e fundit kishte bërë vazhdimisht teste, më diagnostikuan me kancer të gjirit në fazat e hershme. Kanceri është i tmerrshëm në çdo formë. Është një mënyrë shumë dramatike për të bërë një operacion në gjoks, ka thënë ajo me batuta. Do të zhdukem për pak kohë për të bërë operacionin dhe do të kthehem me gjoks të madh dhe me shumë muzikë. Jessie J është nënë e një djali i cili erdhi në jetë në vitin 2023 pasi këngëtarja kishte pasur një abort në vitin 2021. Ajo u diagnostikua me një problem në zemër në moshën 8 vjeçare, pësoi një goditje të lehtë në tru në moshën 18 vjeç dhe humbi dëgjimin për një kohë të shkurtër në vitin 2022. Dhe tani do të përballet me këtë sëmundje të rëndë.